Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot do të përgatisim së bashku një menu iftari. Në këtë rast do të përgatisim gatime me produkte deti. Kjo menu përfshin peshkun, makarona ose pasta me kërpudha dhe karkaleca, një salcë të thjeshtë me karkaleca, si dhe një ëmbëlsirë me qumësht. Të gjitha recetat që do të shikoni në këtë video janë receta të thjeshta që përgatiten shumë kollaj, jo me shumë përbërës dhe që të gjithë mund të përgatisni në shtëpinë tuaj. Tani le të nisim pa humbur kohë me përgatitjen e recetave. Në fillim do të përgatisim ëmbëlsirën, që në këtë rast është një puding me 2 shtresa. Për këtë ëmbëlsirë do të përgatisim 2 shtresa ëmbëlsire, nga të cilat një shtresë është e përgatitur me puding me vanilje dhe shtresa tjetër është me puding me kakao. Në këtë rast unë kam bërë një ndryshim dhe në vend të pudingut me vanilje kam përdorur puding me banane. Kjo është tërësisht në dëshirën tuaj, mund të zgjidhni pudingun që keni dëshirë. Mjafton një paketë me puding dhe më pas të ndiqni të gjitha udhëzimet që shkruan paketa e pudingut. Në fillim unë kam përgatitur pjesën e pudingut me banane. Në këtë rast në tenxhere kam shtuar rreth 500 ml qumësht të ftohtë. Më pas në tenxhere kam shtuar edhe paketën e pudingut edhe të gjithë masën e kam trazuar mirë për të paktën 2 ose 3 minuta në zjarr mesatar derisa të vëreni që masa e pudingut ka filluar të trashet. Në këtë pikë masën e pudingut e keni gati. Siç u thash, tek çdo paket janë të gjitha udhëzimet se si të përgatisni pudingun. Unë në këtë rast pudingun e kam marrë të gatshëm për ta pasur më të lehtë dhe më të shpejt procesin, por nëse dëshironi, pudingun ju mund ta përgatisni edhe vetë në shtëpinë tuaj, me çfarë shije të keni dëshirë. Pasi pudingun e bananes e keni gati, e hedhim në një tepsi ku do të përgatisim edhe ëmbëlsirën. Pasi e hedhim në tepsi, e lëm që të ftohet dhe ndërkohë ne do të përgatisim shtresën e dytë të ëmbëlsirës. Këtë ëmbëlsirë mund ta përgatisni me sa shtresa të doni dhe me çfarë shije të keni dëshirë. Në këtë rast un kam zgjedhur një puding me kakao dhe procesi është njësoj siç kam vepruar edhe për pudingun me banane. Në tenxhere kam shtuar qumshtin dhe më pas kam shtuar paketën e pudingut, i kam trazuar të gjithë masën dhe në fund fare, kur masa është trashur, kam shtuar dhe një lugë me Nutella në tenxhere. Kjo është në dëshirën tuaj, nëse doni mund të shtoni edhe pak çokoladë për t'i dhënë më tepër shije. Kur masa është trashur ashtu siç duhet, e heqim nga zjarri dhe tani masën e pudingut me çokoladë do ta shtojmë sipër masës së pudingut me banane. Vetëm sigurohuni më parë që pudingu me banane të jetë mpiksur mirë dhe të jetë ftohur mjaftueshëm në mënyrë që kur ta shtoni sipër pudingun e nxehtë të çokoladës, masat të mos përzihen me njëra tjetrën. Nëse pudingu me banane nuk do të jetë mpiksur siç duhet, mund të ndodhë që masat të përzihen dhe pastaj ëmbëlsirat mos dalë me 2 shtresa. Dhe tani ëmbëlsirën do ta lëm që të ftohet mirë derisa të vi koha e iftarit. Përpara se ta servirni këtë ëmbëlsirë, sipër i shtojmë pak kakao, kjo është në dëshirën tuaj. Dhe pasi keni përgatitur ëmbëlsirën, mund ta lini ëmbëlsirën që të pushojë derisa të përgatisni edhe pjesën tjetër të recetave, dhe ndërkohë ne do të përgatisim pastat ose makaronat. Në fillim, në një tenxhere kemi shtuar ujë dhe aty do të shtojmë pak krip. Dhe më pas kur uji zjen, do të shtojmë edhe makaronat. Mund të përdorni pasta ose makarona të llojeve të ndryshme. Gjithmonë gatimi i pastave ose i makaronave bëhet duke lexuar edhe përshkrimin tek paketat e makaronave. I lëm që të zjejnë 5 deri në 7 minuta dhe më pas makaronat i heqim nga zjarri dhe ndërkohë ne do të përgatisim një salcë me kërpudha dhe karkaleca. Për këtë në një tigan kemi shtuar pak vaj dhe aty do të shtojmë edhe kërpudhat. Në këtë rast unë kam përdorur kërpudha të ngrira, por mund të përdorni edhe kërpudha të freskëta. Sasinë e kërpudhave e vendosni ju në varësi edhe se sa racione do të përgatisni.
unë kam përdorur rreth 250 gram kërpudha të ngrira. I ka urdisim disa herë derisa shikoni që kërpudhat do të fillojnë të zbuten. Mos harroni gjatë kësaj kohe të shtoni edhe hudhra. Kjo recetë duhet përgatitet me shumë hudhra në mënyrë që të marrë një shije fantastike. Përdorimi i hudhrave që i sjell dhe një lezet tjetër kësaj recete, pasi ta provoni do të më jepni të drejtë. Dhe në këtë pikë do të shtojmë gjithashtu në tigan edhe pak majdanos të freskët të prerë imët. I trasojmë të gjithë përbërësit së bashku dhe më pas do të shtojmë në tigan edhe karkalecat. Në këtë rast unë kam përdorur karkaleca të ngrirë. Ju mund të veproni sipas dëshirës tuaj. Nëse keni karkaleca të ngrirë, përdorni ato, nëse jo, mund të përdorni edhe karkaleca të freskët. Mos harroni të shtoni gjithashtu tek makaronat edhe krip dhe limon sipas shijes tuaj, si dhe pak piper të zi. Mund të përdorni produkte të tjera të detit ose nëse nuk keni dhe nuk dëshironi të përdorni, mund t'i përgatisni në këtë rast makaronat vetëm me kërpudha, të keni dëshirë. Kur mendoni që salca është përgatitur siç duhet, do të shtojmë tani tek tigani edhe makaronat që kemi përgatitur, duke shtuar gjithashtu dhe pak nga uji i makaronave. Do ta lëm tani të gjithë masën në tigan, pra makaronat bashkë me salcën me kërpudha dhe karkaleca, që të ziejnë për të paktën 2 deri në 3 minuta së bashku dhe në fund fare makaronat i keni gati. Më besoni që në këtë mënyrë dalin vërtet shumë të mira, një recetë shumë e thjeshtë dhe shumë praktike. Tani makaronat i lëm gati dhe ne do të përgatisim edhe një salcë të thjeshtë për të përgatitur karkaleca apo produkte të tjera deti në shtëpinë tuaj. Zakonisht kur përgatis menu me produkte deti, unë veproj në këtë mënyrë për të shijuar karkalecat apo edhe produktet e tjera të detit. Në këtë rast, në një tas unë kam shtuar pak vaj ulliri, aty kam shtuar hudhër. Hudhra shtoni, por sa më shumë hudhra të përdorni, aq më mirë del edhe receta. Do të shtojmë gjithashtu lëng limoni, do të shtojmë pak krip, do të shtojmë pak majdanos të grirë, piper të zi, dhe më pas, në fund fare do të shtojmë edhe karkalecat, i trazojmë të gjithë së bashku, dhe tani e keni gati. E lëm pak në frigorifer përpara se ta servirim dhe ndërkohë do të përgatisim peshqit. Peshqit pasi i keni larë mirë dhe i keni pastruar dhe në pjesën e tyre të brendshme, në një pjatë unë kam shtuar 4-5 lugë gjelle me miell, kam shtuar tek mielli pak krip dhe piper të zi. Dhe ndërkohë në një pjatë tjetër kam rrahur një vezë, siç e shikoni dhe në video. Më pas, peshqit do t'i kaloj me radhë tek veza dhe më pas tek mielli. Dhe në fund fare, peshqit i kalojmë në një tigan me vaj dhe i lëm që të gatuhen mirë nga të dy anët. I ktheni dhe rrotulloni peshqit her pas here nga njëri krah në tjetrin, derisa të mendoni që peshqit janë gatuar ashtu siç duhet. Dhe kështu procesin do ta përsërisim derisa të përfundojmë të gjithë peshqit. Dhe kur peshqit i keni gati, tani është momenti që ne të servirim recetat për familjen tonë. E kam lënë peshkun në fund në mënyrë që peshku të jetë i ngrohtë, gjithashtu edhe makaronat dhe pastat. Dhe më pas të gjitha recetat që kemi i servirim në tavolinë për familjen tonë. Siç e patë edhe vetë, receta shumë të thjeshta, me shumë pak përbërës. Ju falenderoj të gjithëve që më ndoqët edhe në videon e sotshme. Nëse këto receta ju pëlqyen, mos hezitoni t'u jepni atyre një like, si të ta shpërndani me miqtë dhe familjarët tuaj në rrjetet sociale. Gjithashtu mos nguroni të abononi në kanalin tim, si të shtypni zilën e vogël anash kanalit, në mënyrë që të njoftoheni se në kanal postohen recetat e reja. Bashkë do të dëgjojmë sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju beqatoft të gjithëve.